Tani, hallet dhe problemet janë me ulërit. Hallet dhe problemet janë me ulërit. Pa punë po, pa rrugë po, pa kanalizime se është të merri kanalizime të UAZ-ën. Sepse shtëpia janë batë pa sistemuve. Tani, çardoj që diskutojmë ne rruga, uji, kanalizime, që janë diskutime që do t'i bëjmë së zbon, e para dhe më kryesorja është puna. Ajo që do shikoni pas 21 qershorit është projekte për punën. Për punën kudo. Nuk kam për të besuar njëherë ka asistenca sociale, nuk besoj dot ke ndihma ekonomike, por ju them që kushdo që e meriton me të drejtë ndihmën ekonomike dhe asistencën sociale do ta marrë së zbon. Këtë drejtësi ju ofroj. Ne duhet arrim një objektiv fare normal. Minimalisht një person për familje duhet të punësoj. Megjithatë, nuk mund të them unë që s'ka bote 2 gram kjo bashki për atë projekt. Dhe s'du fare për me më unis tash kush i ka bë shumë keq dhe kush i ka bë burimin këtu ta kthejmë pastaj një burim historik. Ti populli. Tash inshallah fiton, edhe shpresim se do fitojsh. Për familje, të ndërtojmë plane investimi që jeni shumë të djegë, edhe unë për detyre kam me majtë përgjegjësi, por duhet me i thonë gjërat. Për shembull, jo vetëm lagjestor, po gjithë periferinë e qytetit. Cili është programi i ju? Hapu shefi.